Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë i Maqedonisë së Veriut, Timço Muçunsi, garanton se vendi i tij mbetet i përkushtuar ndaj zbatimit të projektit të korridorit të 8. Ne ram dakord që në periudhën e ardhshme fokusi duhet të jetë në projekte financiarisht të qëndrueshme, zbatim të koordinuar ndërkufitar dhe ruajtje të të njëjtit intensitet përgjagjit rrugës së korridorit të 8, deklaroi kryediplomati i Shkupit. Për ministrin e jashtëm, roli i Italisë si faktor i rëndësishëm në detin e Adriatik dhe i Rumanisë në detin e Zi, por dhe në ekonomi rajonale, është i nevojshëm që korridori 8 të rritet në një lidhje të vërtetë europiane. Deputeti i Vlenit Bekim Qoku në intervistë televizive pranon se koalicioni bashkëqeverisës ende nuk e ka një drejtues ndonse bëj thirrje për bashkim në një subjekt të vetëm politik. Në atë kohë kishim BDI-n si sfidë, ato e mundëm tani. Edhe kjo është pak problematike sepse na duhet një nxitje, zakonisht përbashkues është do të kesh një kundërshtar të përbashkët që të bën bashk, ose një mbret, thot filozofi Sloterdijk, që të bën bashk, pra duhet të kesh mbretin o kundërshtarin. Mbret nuk kemi. Sipas tij, sfidë mbeten papunësia, paga dhe mjedisi. Kundërshtar tani kemi problematikat, pra kemi papunësinë, kemi mungesën e ujit, problemin e ndotjes të ajrit, rrogave të ulta, kemi problemin e ikjes. Këta janë sfidat që i ka Vleni. Ishte Bekim Qoku nga koalicioni Vlen. Qeveria në Shkup parashikon që fluturimet për vitin 2026 të arrijnë në rreth 4 milionë udhëtar në vit, nga rreth 3.5 milion që ishin në vitin 2025. Për aeroportet të Shkupit dhe të Orit, zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski vlerësoi se këto rezultate janë arritur pas afrimit të linjave dhe kompanive të reja ajrore, duke patur parasysh se Maqedonia e Veriut nuk ka dalë në det dhe aeroportet janë e vetmja port dalëse. Sipas tij kanë filluar bisedime direkte edhe me Arabin Saudite për të vendosur transport ajror midis dy vendeve, gjë që do të zgjerojë dhe më tej rrjetin e fluturimeve për Maqedoninë e Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Në draft raportin e Parlamentit Evropian, korrupsioni vjen të mbetet një problem serioz për Shqipërinë. Në rekomandimet e raportit kërkohen rezultate konkrete në hetime ndjekje penale, veçanërisht në rastet e korrupsionit në nivele të larta. Kërkohet që korrupsioni të adresohet të gjitha nivelet në mënyrë që të forcohet besimi i qytetarëve në institucionet shtetërore dhe të krijohet një midis biznesi i parashikueshëm. Bëhet thirrje për forcimin e mëtejshëm të organeve të qeverisë së sistemi gjyqësor, duke garantuar pavarësinë, transparencën dhe kapacitetin e tyre profesional, si dhe për investimet të qëndrueshme në infrastrukturën e gjykatave dhe digitalizimin e sistemit. Opozita kërkon heqjen e mandatit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kritikoi kuvendin se është kthyer në mburojtje të zyrtarëve të korruptuar. Keni 2 muaj që e mbani zvarr, e të rishni zvarr, duke e kthyer kuvendin e Shqipërisë, institucionin e vetëm botë që bëhet bunker ndaj zyrtarëve të korruptuar. Dhe kjo çështje është futja me urgjencë në rendite e kërkesës prokurisë për të hequr imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kritika pati dhe për ndryshimet që ka prezantuar Partia Socialiste në nenin 242 të kodit të procedurës penale, duke vlerësuar si antikushtetuese dhe për të mbrojtur veten nga ligji. Përmes një ligji keni vendosur të jepni mbrojtje politike kryeministit dhe ministrave nga veprimet hetimore të prokurisë së posaçme. Jeni i vetmi vend në botë që miratoni një ligj për të mbrojtur veten. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në përgjigjen ndaj homologët demokrat Gazmend Bardhi tha se Këshilli i mandateve do të mblitet të hënën me 23 shkurt për imunitetin e zëvendës kryeministres Balluku. Ai sqaroi se as ministra dhe as deputetët nuk kanë imunitet, ndërsa vendimi do të jepet për caktimin e masës së sigurisë. Në kuvendin e Shqipërisë nuk ka asnjë kërkesë për heqje imuniteti, sepse as deputetët dhe as ministrat në Republikën e Shqipërisë nuk kanë imunitet. Ka një kërkesë ose dhënie autorizimi për një masë sigurie. Balla vijon të mbetet i mendimit se gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ndërhyrjen në kompetencat e kryeministrit kur vendosi për pezullimin e zëvendës kryeministres. Po, ka një vendim 8-0 në leximin pa jurisprudencë, sepse nuk ka prodhuar jurisprudenca i vendim, 8-0 që thonë që GKK-ja ka
ndërhyrë në kompetencat e kryeministrit. Qeveria shqiptare ul me rreth 1% borxhin publik për vitin 2025. Të dhënat e publikuara nga Ministria e Financave bën me dije se në vitin 2024 ky borxh ishte në 54.21% në raport me prodhimin e brendshëm bruto, ndërsa për vitin 2025 ai ishte 53.04%. Borxhi i brendshëm përbën 59.4% të totalit, ndërsa borxhi i jashtëm 40.6%. Pesha e borxhit në valutë huaj ka rënë në rreth 40% nga rreth 42% që ishte më parë, duke reduktuar ekspozimin ndaj rrezikut valutor. Bota. Sulm kibernetik ndaj një kompanie kurorëzore në Gjermani. Kompania Deutsche Bahn vazhdon të jetë e prekur nga pasojat e sulmit kibernetik. Në faqen e saj të internetit thuhet se sulmi aktual ishte i qëllimshëm dhe për masat janë të konsiderueshme. Shefi i Zyrës Federale për Sigurinë e Informacionit e konsideron sulmin ndaj kompanisë kurorëzore gjermane si jashtëzakonisht të madh. Qendra Kombëtare për Sigurinë Kibernetike në Britaninë e Madhe kishte paralajmëruar për këtë sulme në fund të janarit. Objekti i sulmit të fundit kibernetik ka qenë infrastruktura energjetike. Ekspertët janë të shqetësuar sidomos prej sulmit kibernetik disa javë më parë ndaj Polonisë, ku për herë të parë u përdor nga sulmues rus një malware shumë agresiv dhe shkatrues, i konstatuar vetëm ndaj centraleve energjetike në Ukrainë. Hungaria ndaloi furnizimet me naftë për Ukrainën në përgjigje të bllokimit të tranzitit të naftës ruse përmes tubacionit Druzhba nga Kievi. Deklarata vjen nga ministri i punëve të jashtme dhe tregtisë Peter Ziarto pas mbledhjes së kabinetit. Furnizimet me naftë në Ukrainë u ndërprend dhe nuk do të rifillojnë derisa ukrainasi të rifillojnë furnizimet me naftë përmes tubacionit të naftës Druzhba në drejtim të Hungarisë, tha ministri. Vendi po furnizon Ukrainën me vëllime të konsiderueshme nafte, gazi dhe energji elektrike, vuri në dukje Ziarto. Hungaria po luan një rol kritik në të, theksoi ai. Sipas të dhënave hungareze, nafta ruse nuk vjen në Hungari që nga 27 janari. Budapesti është i bindur se Kievi nuk i rifillon furnizimet vetëm për arsye politike. Kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz, paralajmëroi se vendi i tij do të kërkojë partneritete strategjike me Kinën. Ne kemi interes strategjik për të gjetur partner në botë që mendojnë dhe veprojnë sikurse ne dhe që janë të gatshëm të formosojnë së bashku të ardhmen në mënyrë që vendi ynë të mbetet i begat dhe me nivel të lartë sigurie sociale, tha Merz gjatë aktivitetit në Bavari. Merz tha se europianët kanë treguar se mund të veprojnë së bashku gjatë një përshkallëzimi të fundit të lidhur me Grenlandën dhe paralajmëroi se Bashkimi Evropian do të përgjigjet nëse Washingtoni rrisërish tarifat. Presidenti i SBA-s Donald Trump i ka kërkuar kryeministrit britanisë së madhe Keir Starmer të mos ia dorëzojë ishuit Kagos Mauritiusit, një ditë pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se kishin miratuar marrëveshjen. Në një postim në Truth Social, presidenti i SBA-s tha se Starmer do të bënte një gabim të madh nëse do të vazhdonte me këto plane. Britania deklaroi se do të merrte me qira bazën në Diego Garcia nga Mauritiusi me një kosto prej 47.3 miliard dollar gjatë shekullit të ardhshëm. Fillimisht Departamenti Amerikan i Shtetit tha se mbështeste vendimin e Britanisë së Madhe për të vazhduar me marrëveshjen, ndërsa më pas Trump tha se Starmer nuk mund të humbas kontrollin ndaj ishullit Diego Garcia në Oqeanin Indian, duke hyrë në një kontratë qiraje në rastin më të mirë 100 vjeçare. Arrestohet vëllai i mbretit Charles të Anglisë, Andrew Mountbatten Windsor, mbi të rëndon akuza për shpërdorim detyre. Kjo është hera e parë që një ish princ i cili është përballur me akuza të shumta për lidhje me abuzuesin e dënuar seksual, Jeffrey Epstein, është arrestuar. Andrew ka mohuar vazhdimisht dhe me forcë çdo shkelje. Kryeministri Polaku ka kërkuar qytetarëve të tij të largohen minjëherë nga Irani. Donald Tusk paralajmëroi se mundësia e një konflikti të hapur është shumë reale. Iran lub zaniechać wyjazdu do tego kraju, gdyż nikt nie będzie w stanie zagwarantować możliwości ewakuacyjnych na wypadek gorącego konfliktu. Brenda disa orësh, askush nuk do të jetë më në gjendje të garantojë mundësi evakuimi, paralajmëroi Tusk. Shtetet e Bashkuara po vendosin në lindjen e mesme një forcë të madhe të sulmit detar dhe ajror, një dislokim masiv ushtarak që mund të përgatisë terrenin për një fushatë të rëndësishme sulmesh ndaj Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar disa herë Teheranin me ndërhyrje ushtarake nëse bisedimet aktuale nuk çojnë në një marrëveshje. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov paralajmëroi se çdo sulm i ri i SBA-s në Iranit do të kishte pasoja serioze. Ai bëri thirrje për përmbajtje për të gjetur një zgjidhje që i mundëson Iranit të ndjejë një program bërthamor paqësor. Intervista e Lavrovit me televizionin Al Arabia të Arabisë Saudite u transmetua një ditë pasi negociatorët amerikanë dhe iranian zhvilluan bisedime indirekte në Gjenevë për të parandaluar një krizë të re në rritje midis Washingtonit dhe Teheranit, shkruaj Reuters. Sipas Lavrov, Rusia mbetet në kontakt të ngushtë dhe të rregullt me udhëheqësit e Iranit dhe nuk ka arsye të dyshojë se Irani dëshiron sinqerisht ta zgjidhë këtë problem në bazë të respektimit të traktatit të mosprapjes bërthamore.
Një gjykate e Koresë së Jugut dënoi ish-presidentin Yoon Suk Yeol me burgim të përjetshëm. Shkaku bëshpallja prej tij e ligjit të luftës në dhjetor 2024. Ish-presidenti mund të apelojë vendimin. Prokurorët kishin kërkuar dënim e vdekje për Yoon, dënimi maksimal i disponueshëm sipas ligjit Koresë së Jugut për kryengritje. Vendimi i gjykatës së qarkut qendror në Seul shënon një moment të rëndësishëm në një nga gjyqjet politike në historinë e kohëve të fundit të vendit pasi Korea e Jugut u zhyt në një krizë të rënd kushtetuese. Presidenti amerikan Donald Trump do të udhëheqë në Washington mbledhjen e parë të një strukture ndërkombëtare të quajtur Bordi i Paqes. Takimi që pritet të përfshijë përfaqësues nga mbi 45 vende plus Bashkimin Evropian mbahet ndërsa mbeten ende pa u zgjidhur çështje kryesore lidhur me paqen dhe stabilitetin në Gaza. Pjesë e takimit do të jetë Shqipëria e përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama dhe Kosova që përfaqësohet nga presidenti Vjosa Osmani. Edi Rama do të firmosë marrëveshjen për antarësimin e Shqipërisë në organizatë me statusin e vendit antar themelues. Në rendin e ditës janë probleme të rëndësishme si çarmatimi i luftëtarëve të Hamasit, masia e fondit për ndërtimin e zonës dhe mënyra e shpërndarjes së ndihmës humanitare për popullsinë e prekur nga lufta. Zyrtarë amerikanë thonë se vendet pjesëmarrëse kanë mbledhur rreth 5 miliardë dollar për fondin e rindërtimit, por pritet që kjo shumë të jetë vetëm një fillim, pasi nevojat reale janë dukshëm më të mëdha. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.